Veçantia e 10 netëve të fundit të Ramazanit. Kur Ramazani afrohet të drejt fundit të tij, fillon një periudhë që muslimanët e konsiderojnë ndër momentet më të çmuara të gjithë vitit, 10 netët e fundit të Ramazanit. Këto net nuk janë si netët e tjera. Ato janë net mëshire, faljeje dhe shpërblimesh të mëdha për të gjithë ata që i kalojnë në adhurim dhe përkushtim. Në këto net, zemrat e besimtarëve mbushen me shpresë dhe përkushtim. Ata e dinë se mund të jenë përballë një mundësie të rrallë, një mundësi për faljen e mëkateve dhe përfitimin e shpërblimeve të mëdha tek Allahu. Profeti Muhammed alayhis salam i kushtonte një rëndësi shumë të madhe këtyre netëve. Transmetimet tregojnë se kur hynte 10 ditë që i fundit i Ramazanit, ai e shtonte adhurimin më shumë se në çdo kohë tjetër. Ai e zgjonte familjen e tij për namaz natë dhe përpiqej që çdo moment të ishte i mbushur me lutje dhe përkujtim të Allahut. Kjo sepse këto net përmbajnë një natë shumë të veçantë, natën e Kadrit. Kjo natë përmendet në Kur'an si një natë më e mirë se 1000 muaj. Kjo do të thotë se adhurimi i bërë në këtë natë ka një vlerë të jashtëzakonshme, sikur njeriu të kishte adhuruar për më shumë se 80 vite. Për këtë arsye, muslimanët përpiqen që gjatë këtyre 10 netëve të jenë sa më të përkushtuar në namaz natë, në lexim të Kuranit dhe në lutje të sinqerta. Por çfarë i bën këto net kaq të veçanta? Së pari, ato janë net faljeje. Profeti Muhammed alayhis salam ka treguar se kush i kalon netët e Ramazanit në adhurim me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, atij i falen mëkatet e kaluara. Së dyti, këto net janë një mundësi për të rritur lidhjen me Allahun. Në heshtjen e natës, larg zhurmës së jetës së përditshme, besimtari gjen një moment të veçantë për të biseduar me Zotin e tij përmes lutjes dhe përkujtimit. Shumë muslimanë gjatë këtyre netëve zgjedhin të bëjnë itikaf, një praktikë ku besimtari qëndron në xhami deri në ditën e Bajramit, duke u përkushtuar plotësisht në adhurim. Kjo është një mënyrë për të shkputur nga angazhimet e përditshme dhe për të fokusuar vetëm në lidhjen me Allahun. Një tjetër veçori e këtyre netëve është shpërblimi i madh për veprat e mira. Çdo lutje, çdo namaz dhe çdo sadaka në këto net ka një vlerë shumë të madhe tek Allahu. Besimtarët gjithashtu përpiqen të bëjnë shumë lutje gjatë këtyre netëve. Një nga lutjet më të njohura që profeti alayhis salam e këshilloi këto net është: O Allah, ti e falës dhe e do faljen, prandaj më fal mua. Kjo lutje është një kërkesë e thjeshtë, por shumë e thellë për falje dhe mëshirë. Në këto net, besimtari gjithashtu reflekton për jetën e tij. Ai mendon për gabimet që ka bërë dhe kërkon falje nga Allahu. Ai përpiqet të bëjë një fillim të ri dhe të përmirësojë marrëdhënien e tij me Zotin. 10 netët e fundit të Ramazanit janë si një dhuratë e madhe për besimtarët. Ato janë një mundësi për të fituar shpërblime të mëdha dhe për të pastruar zemrën nga mëkatet. Në këto net, shumë njerëz qëndrojnë zgjuar deri vonë, duke u lutur dhe duke kërkuar falje. Ata e dinë se çdo moment mund të jetë një moment i pranimit të lutjes nga Allahu. Në fund, mesazhi i këtyre netëve është shumë i qartë. Mos e humb këtë mundësi të madhe, sepse ndoshta një natë e vetme e kaluar në lutje dhe përkushtim mund të jetë shkaku i faljes së mëkateve dhe i ndryshimit të jetës së njeriut. Dhe kështu, ndërsa Ramazani afrohet fundit, besimtari përpiqet që këto net të jenë ndër netët më të bukura të jetës së tij, net të mbushura me lutje, shpresë dhe dashuri për Allahun.